Mirëmbrëma të nderuar shikues, nga zgjedhjet 2025 këtu në Blu Televizion. Çdo proces zgjedhor, qofshin këto zgjedhje parlamentare apo ato vendore, kanë në fokus programe, ide, por padyshim që kanë protagonistët, ata që lëvizin dhe i çojnë përpara idet dhe zhvillimin. Në qarkun e Vlorës, dy partit e mëdha, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, po ndërkohë dhe partitë e tjera, kanë tashmë në lista 12 kandidat për deputet për zgjedhjet e parlamentare të 11 majit. Unë kam kënaqësinë që sot të kem në studio dy përfaqësues. Zotin Ardit Bido, përfaqësuesi i Partisë Socialiste, pra kandidati i Partisë Socialiste, dhe zotin Edmond Fetau, kandidat në listën e Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Unë ju falenderoj. Zoti Bido, faleminderit zoti Fetau. Dhe si gjithmonë në studion ton, zgjedhje 2025, janë analistët Ardi Stefa dhe Enrik Mehmeti. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni gjithmonë me ne. Ardit Bido dhe Edmond Fetau janë të njohur, por dhe s'janë të njohur. Tani, unë dua paraprakisht që të na thoni dy fjalë, secili prej jush, portretin tuaj shkurt për të gjithë ata që nuk i njohin nga afër. Fillojmë me Ardit Bidon, se e kemi mysafir nga Saranda. Faleminderit, unë kandidoj në qarkun në të cilin unë jam lindur dhe rritur, unë jam lindur dhe rritur në Sarand, kam origjinën nga Delvina dhe nga Labëria. Pastaj në aspektin profesional, unë jam profesor i asociuar në marrëdhënie ndërkombëtare, kam qenë në vitet e fundit drejtori i përgjithshëm i arkivave të shtetit dhe le themi kam punuar për disa vite si gazetar, koleg me Enrikun dhe po ashtu kam një përvojë 14 vite në administratën shtetërore. Po në të gjitha këto punë paralele që kam bërë, unë duat veçoj një gjë që në 17 vite nga ditë e parë që kam dalë në media, në televizion dhe deri më sot, le të themi kam tentuar gjithmonë që të flas në mënyrë sa më të sinqertë. Dhe shpesh herë kjo nuk është kuptuar edhe kahja ime dhe pozicionimi im, sepse nuk më pëlqen kahjet dhe pozicionimet kur vjen fjala mbi kauzat. Mbi kauzat ne jemi vetvetja. Dhe kam tentuar dhe ja kam dalë besoj që të jem koherent në pozicionet e mia mbi kauzat. Kauzat janë ato të cilat janë fytyra jonë, ne qëndrojmë përballë publikut me fytyrën tonë në këto zgjedhje dhe kërkojmë votën në mënyrë që të mund të përfaqësojmë qarkun të cilin kemi lidhjet tona dhe për të cilin unë kam folur pa e ditur që do të jem kandidat, kam folur në të kaluarën, flas sot dhe do të flas dhe në të ardhmen, sepse këto janë çështje të cilat na ndikojnë, le themi, kanë të bëjnë me veten tonë, kanë të bëjnë me fytyrën tonë. Kam folur mbi shqiptarët e Çamërisë në këto 17 vite, është një kauzë të cilën e kam mbajtur, mbi problemet në zonën tonë, mbi çështjen e pronave, veçanërisht në Bregdet, po edhe në Hinterland, që është i njëjti problem, problemet të cilat kanë të bëjnë me zhdërvjelësimin e shërbimeve publike, ku kam edhe përvojën si drejtori i arkivave që shpresoj se kam bërë një punë të mirë pa parë të majtë të djathtë të bardhë të zinj shqiptare, greke, maqedone, se ku e diun çfarë. Të gjithë të barabartë për të marrë një shërbim, për të forcuar institucionet, për t'i bërë ato në shërbim të qytetarëve, në mënyrë që të mos bëhen 20 aplikime që të gjendet përgjigja, po me aplikimin e parë, në afat të caktuar të mund të gjendet përgjigja. Me këtë CV, le themi, me këtë të kaluarën time, unë vi dhe kërkoj votën e bashkëqytetarëve të mi në qarkun Vlorë, në mënyrë që të jem zëri tyre i përfaqësues në vendimarrje, në parlament dhe në institucione, dhe jo të jem zëri institucioneve dhe i parlamentit të qytetarët. Do ta themi dhe në fund, këtë do ta thoni të dy kandidatët, por doja vetëm të kujtoja diçka, se më vjen mirë që ta nxjerr në pa. Ju nuk e thatë sepse keni këto ngarkesat e më pastajme, por kur keni qenë gazetar, më ka pëlqyer shumë ajo gjëja që shkonit në krajina të ndryshme të jugut dhe mblidhnit të dhëna dhe detaje. Ishte gjë e bukur. Si zhduket kjo hobi ju çoi pastaj tek arkivat? Në fakt këto kanë të bëjnë me pasionet e mia. Unë nuk besoj se ka fshat apo zonë e qarkut të Vlorës, po edhe më tej se qarku Vlorë, që nuk e kam vizituar, sepse ne kemi një krahin shumë të bukur. Në fakt gjithë Shqipëria është shumë e bukur, po krajina jonë
e ke dhe detin dhe malin në një distancë shumë të shkurtër dhe ka njerëz bujar dhe mikpritës nga do dhe po e them edhe një herë pa ngjyrime sepse fushata jo kjo fushat, po në fushatet kaluara ne I fusim ngjyrime njerëzve. Njerëzit s'kan ngjyrime. Dhe në këtë kuptim, ajo është një ndër pasionet e mia që të flasim dhe të tregojmë historinë e pasur që ne kemi. Dhe historia nuk është në shërbim thjesht të së kaluarës, është në shërbim të së ardhmes. Ne jemi qark turistik. Turizmin sot ne kemi vetëm në nivel bregdetar. Po vdes ky lloj turizmi. Është turizëm backpack. Ne duhet të garantojmë kthimin e të ardhurave, shtimin e parave. Dhe historia ne këtu na ndihmon. Në peizazhe natyrore na ndihmojnë, arkitektura e veçantë e fshatrave tona, të disa fshatrave tona na ndihmojnë. Amantja, këtu Fojnikja në zonën e Delvinës, Butrinti është I njohur, po Amantja dhe Fojnikja që janë të panjohura, na ndihmojnë pikërisht që ne të mundet që të gjenerojmë atë lloj turizmi që do të prodhojë të ardhura nesër pas nesër. Pra po të bëj një lidhje mes pasionit tim dhe një vizioni që unë kam për këtë lloj pasurie të së kaluarës. Po, faleminderit. Ja lëm radhën tani Edmond Petaut, profesor, sociolog, I njohur në Vlorë. Po, faleminderit Froza për prezantimin. Atëherë, unë jam Edmond Petaut, lindur, rritur dhe banues në qytetin e Vlorës. Pra, unë për ta thënë banoj sot në të njëjtën shtëpi ku kam lindur, në të njëjtën vend. Jam babai 2 vajzave. Kam mbaruar studime në Fakultetin e Shkencave Sociale, ndegën filozofi sociologji me profilizim sociolog. Dhe që nga viti 2000, pra gati 25 vjet, përvoj në fushën e arsimit, duke I ndjekur shkallët e arsimit deri në role modeste drejtuese. Nga pikpamja politike, unë jam antar I Partisë Demokratike prej shumë kohësh, që në rinin time të hershme, dhe politikisht I kam ndjekur ato shkallët e karierës, duke filluar që nga rolet bazë, kryetar seksioni, kryetar grup seksioni, në forumi rinor që në fillim, nga themeluesit e forumit rinor në vitin 92, edhe deri tek antar kryesie dhe në kryetar I degës, edhe në aspektin elektoral përvojnë të gjitha. Pra, politikisht besoj që ishte momenti I duhur për të marrë këtë angazhim përpara. Unë I përkas popullsisë me origjinë çame të qytetit Vlorës, që për mendimin tim është një popullsi që me një kontribute të mëdha, qoftë në qytetin e Vlorës, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin social, por sidomos me një aspekt edhe politik, përsa I përket forcës politike që unë përfaqësoj Partisë Demokratike të Djathës në përgjithësi. Dhe ky është një angazhim sigurisht nga pjesët më të rëndësishme të angazhimit tim, por duke E përfshirë këtë. Edhe unë për shkak të punës që kam pasur, pozicionet të punës, pothuajse I kam prekur të gjithë fshatrat dhe të gjithë zonën. Është e vërtetë ajo që thotë zoti Bido që ne kemi një peizazh të jashtëzakonshëm në të gjithë aspektet, duke filluar që nga Urremi I Folit, që nga Grykderdhja e Vjosës deri në Kuç, duke filluar që nga Urremi I Folit deri në Qeparo. Por ndryshe nga zoti Bido, me që unë jam dakord që ne kemi një peizazh shumë të bukur dhe të pasur, por fatkeqësisht atij peizazhi sot I mungojnë njerëzit. Dhe ky është një problem madhor që ne kemi dhe është një problem emergjent. Edhe pra, por që të zhvillohet turizmi, zhvillohet ekonomia, sigurisht duhen njerëzit e kësaj zone dhe duhet dhe ky është nga pikat e programit Partisë Demokratike, por ne kemi kohë të flasim që është bërja atraktive për rikthimin e njerëzve, sepse mungesa e njerëzve praktikisht është një problem me shumë dimensione që besoj do kemi kohë për ta diskutuar. Si ndodhi përzgjedhja juaj si kandidat në listat e hapura? Ishte surprizë apo nga që ishit në procesin e primareve dhe dini diçka? I kishte të dy elementët. Unë thash për përvojën time politike, besoj që është e kuptueshme që duhet isha në këtë pozicion, por unë nuk angazhova në procesin e primareve për arsyet mia personale dhe ftesa që mu bë ishte një ftesë surprizuese në një moment të caktuar, por unë jam falënderues faktit që drejtuesit e Partisë Demokratike vlerësuan kontributin tim, vlerësuan figurën time dhe tashmë jemi 100% në fushat
Po për Bidon, ishte surprizë? Nuk ishte surprizë, është diçka që është diskutuar më herët dhe pastaj në varësi të rrethanave u saktësua, le themi kohët e fundit, që do të isha kandidat për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Si mendojnë të dyja partitë përfaqësuesit, kandidatët, si u bë kjo përzgjedhje, qoftë Partinë Socialiste, qoftë dhe në Partinë Demokratike, u bë nga meritokracia, apo janë këto besnikëria ndaj partisë, apo fenomene tjera? Unë të flasë për këtë. Shiko, Partia Demokratike pati një proces primar, i cili proces pati dhe impakt mediatik. U bë një proces për mua shëmbull, përfshi dhe faktin që ishte një kohë e shkurtër, ishte një detyrim statutor, ishte një angazhim i kryetarit që e kishte marrë në kuvendin e 11 dhjetorit, dhe besoj që dha një produkt pozitiv. Të paktën për qarkun e Vlorës, unë flas ne kemi produkt pozitiv nga kjo përzgjedhje, sepse në listën e mbyllur ne kemi dy kandidatët e parë të primareve, qoftë zonja Ina Zhuba, qoftë zoti Hoxha, po kështu dhe në listën e hapur kemi përfaqësues nga primaret. Sigurisht pastaj përzgjedhja e pjesës tjetër u bë dhe për të përfaqësuar komunitetet, rrymat e ndryshme, moshat, profesionet e tjera. Ndërkohë që për palën tjetër, ne të gjithë e dim tani dhe nuk mund të ashtu që përzgjedhja ishte përzgjedhja e momenteve të fundit. Pra, flas në aspektin publik të procesit. Në rastin Partinë Demokratike, prej gati 3 javësh, u folën, u qarkulluan emrat, u bë një garë, pati primare. Paka shumë njerëzit dhe kuptuan se kush do ishte, plus fakti që drejtuesit politik ishin të përfshirë në listat e mbyllura etj. Pra një korpus i mirë i kandidatëve u bë publik që në 2-3 javë. Ndërkohë që në krahun e Partisë Socialiste ne i pam atë ditën e fundit kur drejtuesit politik dilnin me emrat përpara gazetarëve, i lexonin me një CV të shkurtër dhe për shumë veta, bile dhe për vetë kandidatë, bile dhe për kandidatë në listat e mbyllura ka qenë surprizë. Mjafton të kujtojmë rastin e Fierit, kur ajo zonja e nderuar nga Divjaka tha që edhe burri që ishte me shërbim tha e mori vesh duke parë televizorin dhe mori tha ti je apo jo, po unë jam pra. E thot Bido tani dhe pastaj flasin analistët në studio. Shikon, ekipet skuadra me cilët formacionet politike dalin për të mbledhur votën, janë skuadra përfaqësuese, të cilat tentojnë që të maksimalizojnë votën dhe të japin një ofertë politike. Nuk ka të bëjë me cilësi individuale kjo gjë. Unë kam njerëz nga Partia Demokratike të cilët në cilësitë e tyre personale për mua janë njerëz shumë të mirë edhe të aftë profesionalisht. Ka njerëz nga Partia Socialiste që mund t'i shoh me dyshim. Nuk është ky debati. Debati është se sa përfaqësues është ekipi. Dhe këtu duhet të flasim në terma konkret për qarkun e Vlorës. Qarku i Vlorës, përfshi dhe nga njerëz të cilët unë njoh në kupolën e Partisë Demokratike, janë të qartë që nuk e tejkalojnë dot nivelin për të dalë në listë hapur, pra qëndrojnë listë mbyllur. Partia Socialiste e tejkalon dukshëm këtë. Dhe rrjedhimisht tu flasim për përfaqësim. Në ekipin dhe në skuadrën e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës ne kemi përfaqësim të gjitha komuniteteve, të gjithë individëve, të gjitha rrymave, të cilët në fund të ditës janë një ofertë politike. Një ofertë politike partijake dhe në fund dhe individuale. Unë vi me ofertën time individuale në mënyrë që disa njerëz të cilët nuk e gjejnë veten të asnjë prej kandidatëve të tjerë të votojnë për mua. Këtu Partia Demokratike në qarkun e Vlorës për mua ka bërë një ndër autogolet më të mëdha, të cilat janë të papranueshme, ku veçanërisht për sa i përket shqiptarëve të Çamërisë këtu në qytetin e Vlorës, ju kërkohet që të votojnë, që nesër pas nesër për çështjet e tyre të flasin në Parlament Vangjel Dule dhe të mundet që të zgjidhë problemet të t'ju hapi telefonin Vangjel Dule. Dhe kjo për mua është e papranueshme. Është e papranueshme që të thirren votat e shqiptarëve të Çamërisë për një person i cili ka folur kundër shqiptarëve të Çamërisë në mënyrë të vjueshme në jetën e tij. Sepse që të jemi dhe njerë realist, asnjë nga kandidatët e listës së hapur Partisë Demokratike, për shkak të sistemit zgjedhor që kanë votuar të dyja palët, nuk ka asnjë shans që të dali deputet, akoma dhe sikur të marrë gjithë votat e Partisë Demokratike ai individ. Nga ana tjetër, ta përfundoj, nga ana tjetër, në Partinë Socialiste kemi të bëjmë me një ekip përfaqësues, ku le themi secili mund të gjejë zërin e vetë
dhe zërin e vetë ta çojë në kuvendin e Shqipërisë në mënyrë që mund të flasi për ta. Përsa i përket sistemit të primareve, sistemi primareve është pak evaziv, në fund ditës është një sistem i brendshëm, nuk po i hy këtu fare fakti që diku ishin 195 vota ndërkohë që ishin 175 votues, po i hy fare kësaj, s'po i hy fare fakteve pra të problemeve të procesit të brendshëm, po i hy fakti të thjesht që në sistemin e primareve, demokratët, antarët e partisë votojnë për një individ, ndërkohë që ne nuk kemi nevojë në këtë qark që të qëndrojmë brenda istikamit dhe kemi nevojë që të përfaqësojmë qarkun pa dallime se si janë individët. Kështu që primare në vetvete nuk të prodhojnë ekip përfaqësues, të prodhojnë çfarë militantët jo në kuptimin e keq të fjalës, çfarë partijakët e mirëfillt dëshirojnë që të shohin parlament. Po jo, jemi në zgjedhje për te i dhe themi thjesht antarëve të partisë. Kërkojmë votën e qytetarëve që t'i përfaqësojmë në kuvendin e Shqipërisë. Po, atëherë, zoti Bido, për sa i përket pjesës që thatë që nuk do ketë unë, po të bëj një premtim këtu publik dhe një ftesë që në rast se duarisht të zgjidhesh nga lista e hapur, unë të ftoj që të së bashku, me që ju keni folur dhe kam respekt për kontributin tuaj, deklaratën e parë në mbrojtje të çështjes Çamit ta bëjmë së bashku nga foltoria e Kuvendit të Shqipërisë. Ky është një premtim publik që unë e bëj. Unë jam i bindur dhe jam i sigurt që do jem në Parlamentin e Shqipërisë dhe në rast se do keni fatin të zgjidheni, t'ju ftoj publikisht që së bashku ta bëjmë deklaratën e parë për sa i përket shqiptarëve të Çamërisë dhe problematikave të tyre, sigurisht marrim pjesë dhe je i ftuar në çdo aktivitet të shkojmë së bashku. E dyta, për sa i përket zotit Dule, sigurisht ju thatë që nuk keni përvojë politike dhe ky nuk është pas faji juaj as... Jam në jetën publike të këtij vendi. Por, në kuptimin politik të ashtu. Janë aleancat e partive, që duhen respektuar. Dhe zoti Dule... Dhe nga vendi 4, Dulja vajti tek i dyti. Në momentin që unë e kam marrë përsipër kandidimin, absolutisht gjëja e parë që kam pritur ishte pikërisht kjo që ju sapo bët, ky lloj diversioni po e quaj. S'është diversion, po. Unë e quaj diversion, po kjo nuk ka asnjë rëndësi dhe jam i përgatitur për të dhënë përgjigje. Partitë politike kanë aleancat e tyre. Ne nuk po themi që ju keni në listë një djalë të respektuar të komunitetit Çam në Vlorë, zotin Hyseni, siç keni dhe përfaqësuesin e minoritetit. Në asnjë moment unë nuk kam thënë që votat, ose nuk kam për ta thënë kurrë, që votat e komunitetit Çam aq pak sa do shkojnë tek Partia Socialiste, do shkojnë për të bërë deputet zotin Llajo. Kjo është e njëjta gjë. Fakti që zoti Dule është kryetar i një partie dhe është i artikuluar në qëndrimet e partisë së tij, ne kemi aleancë edhe me partinë tjetër që përfaqëson, besoj dikur dhe ju keni qenë shumë afër saj dhe nuk di otësira për partinë, po pjesë e saj partinë janë të njëjtën aleancë, kështu që kjo është aleancë politike. Dhe synimi i kësaj aleance politike përtej çdo ngërçi, që unë jam i sigurt që ekziston, po përtej çdo ngërçi, synimi i kësaj aleance është fitoria dhe mundja e qeverisë më të korruptuar që shqiptarët kanë pasur në 34 vite. Kaq. Ke të drejtën. Shiko, unë duhet jemi i qartë edhe jo në politik boshe, nuk them që po bëm politik boshe, më ndje. Jam i qartë në atë që them që qytetarët e din drejtuesit tuaj politik, se nuk kemi armiq ne kemi oferta ndryshme politike. Ne kemi shumë miq të përbashkët, nesër mund të jemi bashkë në dy miq. E din qytetarën në qarkun e Vlorës që Partia Demokratike nuk kalon, unë them 3, po të gjithë e din që nuk kalon 4 mandate. Kështu që kjo historia që ne them, më lejo ta mbaroj, gjova me vëmendje. Dhe unë e them këtë, shumica e qytetarëve e din. Ata pak që nuk e din, drejtuesit tuaj politike din të paktën se ma kanë thënë vetë. Ata pak që nuk e din, let mos e din. Është opinioni Bidos. Po, dhe unë flas me basin tim duke ditur, po le ta përfundoj, të lutem ta përfundoj. Opinioni është personal, kam dhe unë opinion. Nëse qytetarët mendojnë ndryshe, jam dakord. Po unë e di se si mendojnë qytetarët. Pjesa më e madhe e qytetarëve. E di si mendojnë, për sa i përket kësaj gjëje të thjeshtë. Ti je i bindur që do surprizohesh Bidor. Dakord, po ta përfundoj. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me krahasimin që bëra unë, nuk ka të bëjmë me të qenit shqiptar apo grek. Unë kam drejtuar një institucion që shqiptarët e grek ishin njësoj. Kam pas dhënë staf minoritar. Flasim për individ të cilët kanë sulmuar një çështje
që ti dhe unë e kemi mbrojtur. Dhe ata janë deputet sigurt. Dhe nuk ka asnjë përfaqësues në atë listën që mund të nxjerrë mandate Partia Demokratike, që do të flasin nesër për këtë çështje. Te ftesa që më bëre, fjalimi im I parë në parlament, nëse bashkëqytetarët tanë do të na zgjedhin, do të përfshijë edhe çështjen e shqiptarëve të Çamërisë, do të përfshijë edhe çështje tjera, sepse un kam 17 vjet në jetën publike dhe nuk do ndryshojnë nesër. Ama ajo për efekt të mos diversionit, nuk ka të krahasuar dhe nuk është gabim sepse tregon një farë racizmi, Vasil Llajo apo individ të tjerë të cilët I përkasin minoritetit grek dhe në Partinë Demokratike. Ka pasur Viktor Gumi Partia Demokratike. Ka pasur personalitetet të cilat janë minoritar, që janë bashkëqytetarë tanë, të cilët duhet të votohen, janë miq tanë, të lutem, prandaj të them majtas djathas, kjo nuk ka të bëjë të qenit minoritar me të qenit një individ I cili ka sulmuar shqiptarët e Çamërisë. Dhe sot ai është I dyti në listë sepse e dinte që po të ishte I treti, rrezikonte mandatin e tretë Partia Demokratike. Shqiptarët e Çamërisë sot thërriten që të votojnë si përfaqësues të tyre, si person që do t'ju hapi telefonin, apo do të mbrojë kauzat e tyre. Bujar Leskën, Ina Zhupën dhe Atrid Hoxhën në rastin më të mirë që është në risk, të cilët janë në cilësitë e tyre personale, nuk kam asnjë llaf për të thënë. Mund të them edhe fjalë të mira, nëse doni. Nuk kam asnjë fjalë për të thënë në cilësitë e tyre personale. Ina Zhupa është një vajzë e cila është angazhuar shumë për sa I përket disa çështje, shumë aktive. Pikërisht pra, nuk kam fjalën për të thënë. Por nuk kam folur asnjëherë për këtyre as për shqiptarët e Çamërisë. Shqiptarët e Çamërisë qytetin e Vlorës thirren që të votojnë për këta të tre që nuk kam asnjë fjalë të keqe për të thënë cilësi personale dhe për Vangjel Dulen, I cili ka qenë sulmuesi kryesor I çështjes së tyre. Nëse Doktor Sali Berisha, të ta them në këtë formë, nëse Sali Berisha, ta them në formën time, do të donte që në këtë qark të jepte përfaqësim, do të kishte vendosur një shqiptar të Çamërisë në listën e mbyllur, pavarësisht se do të duhej për arsyet e tij që unë si kuptoj, të vendosë edhe Vangjel Dule në listën e mbyllur. Në Partinë Socialiste nuk është kjo situatë. Është Endri Hyseni që është djalë prej shqiptarëve të Çamërisë, jam unë që kam mbrojtur kauzat e shqiptarëve të Çamërisë, është Vasil Llajo për minoritetin grek, është Gjergji Mërkuri për Bregasit, pra jemi përfaqësues, ku e para asnjëri prej nesh nuk ka sulmuar tjetrin, pra unë nuk kam sulmuar ndonjëherë minoritetin, se minoritetin unë jam rrit me minoritarën Sarand. Dhe prandaj të thash, s'ka të bëjë majtas djathas kjo, Viktor Gumi të përmenda dhe Vasil Llajo. Nuk ka të bëjë me minoritar. Nuk kam sulmuar kur, kam sulmuar nacionalizmin politik, që na vjen prej disa individëve që nuk përfaqësojnë askënd. Ato e keni në listë, prej ati do të prisni nesër që të flasi për ju. Jo, një sekundë se duhet të lutem. Zoti Bide, unë kam vetëm një fjali. Jam I sigur që në rast se kjo që sa po thatë është kali juaj betejës në zgjedhje. Jo, s'është kali betejës. Do jeni tepër I zhgënjur. S'është kalimi betejës, ishte pyetje për listat, është zhgënjimi im nga listat. Flasim me Stefan. Zhgënjimi nga listat. Pres këtë zhgënjimi im nga listat. Ishte pyetje për listat, s'ka të bëj fare. Kandidatët na dogjen disa pyetje edhe me prezantimin e tyre edhe me agresivitetin, po e them pozitiv, pa diskutim. E vetëm një gjë që unë dua të jap, pranojeni si sugjerim, jo si këshill, është që në qofse ne do të dalim dhe do të përmendim komunitetet, është e gabuar përdorimi I fjalës komunitetet. Sepse kemi minoritarët të cilët janë qytetarë shtetet shqiptar sot. Ne kemi çamët të cilët nuk janë një komunitet sepse është e gabuar, I marginalizon ata janë shtetet shqiptar me origjinë çame. Domethënë, në qofse ne do të flasim për këtë në këtë kontekst, atëherë jam dakord. E para, e dyta. Unë e kisha për ta bërë si pyetje këtë, që bët ju që do të votojnë këtë ose do të votojnë atë, por që gjithsesi qëndrojmë me mendimin e Modit, ajo është një aleancë politike që Partia Demokratike e vendosi që ta bënte gjë të tillë, në qoftë se shfrytëzohet nga ju për të grumbulluar vota mirë, në qoftë se jep një impakt të duhur në Partinë Demokratike, aq më tepër mirë, në fund të fundit demokratët dhe qytetarët do të ftohen që të votojnë dikë. Problemi për mua qëndron, ose defekti për mua qëndron në faktin që në Partinë Demokratike u vendosën në listë të mbyllur, pra u krijuar një listë e mbyllur, e cila nuk duket sikur ishte një lloj bunkerizimi I asaj partie. Ndërkohë që artillerinë e rënd, Partia Socialiste
e nxori në listën e hapur për të maksimalizuar votën. E kemi thënë edhe në një emision tjetër. Problemi këtu qëndron cili do të jetë impakti, dhe unë këtu dua përgjigjen tek të dy. Cili do të jetë impakti i këtyre listave të mbyllura dhe i këtyre listave të hapura në të dy partitë? Sepse historikisht është parë, historikisht është parë që Partia Demokratike ka marrë 3 deri në 4. Si do të maksimalizohet vota tek kjo? Absolutisht jam i bindur që 12 vjet qeverisje, keq qeverisje, si të doni ju ta themi, po i para një sekond, lutem ta mbaroj arsye sepse nëse nuk i themi gjërat alla ka themi. Nëse kjo 12 vjet keq qeverisje, 12 vjet qeverisje korruptuar e Partisë Socialiste, po i them, po i parapri. Gjysmën e kabinetit të saj e ka të futur në burg, në hetim, të haratisë. Atëherë pse nuk i jep 5 mandate Partisë Demokratike? Si do të bëhet nga ju? Si do të maksimalizohet nga ju vota? E para, zoti Stefa, nuk është e vërtetë që Partia Demokratike ka marrë 3 deri në 4, ka marrë 4 dhe 5 mandate. Në 2009 ka marrë 5 mandate, në 2013 ka marrë 4 mandate, 2017 ka marrë 4 mandate dhe në 2021 ka marrë 4 mandate, por mandati i 5 ishte i sigur dhe u hoq vetëm nga manovrat elektorale të zotit Rama. Sepse LSI-ja që ishte në aleancë mori 6500 vota dhe tjerë. Pra, marrë i votave ka qenë për deputetin e 5. Unë jam i sigur që... Shiko, ka marrë edhe 7 edhe 8 në thebëshin. Në këto zgjedhje që ka qenë me këtë kod. Po ti the ka marrë 3 dhe 4. Kur ka marrë 3 dhe 4? Po këtë kodin kush e votoi? Dhe eqen e aleancave kush e miratoi? Se më duket se njëri nga nënkryetarët e Partisë Demokratike ishte ai që firmosi për një eqe aleancash. Këto janë kosto dhe ne i marrim përsipër të mbajmë kosto dhe gabimeve që kanë bërë drejtuesit, pavarësisht se kush kanë qenë drejtuesi. Mund ta marrë të pestin Partia Demokratike? Por, një sekond, unë po them që hambari votave, qoftë matematikisht nga 2021, qoftë për shkak të konsumit, të i konsumit të kësaj majorancë, tashmë e vërtetuar edhe me fakte penale. Gjysma i qeverisë në burg, gjysma i qeverisë e dektisur në listë hapur për të mos u bërë. S'është gjysma se... Po miro, po e marim gjysma. Janë sa janë që tregon që funksionon drejtësia. Jemi për 5 mandate drejtësi që doni të hiqni. Ja lëm fjalën e Enrikut Mondi? Po. Edhe 8 më mund të themi, po qytetarët e dinë domethënë se është më vetë. Të lutem. Unë dua të them këtë që Partia Socialiste ka ndezur motorët. I ka ndezur fort. Ndoshta kandidati mund të thoj, pra i Partisë Demokratike mund të thoj që i kanë mundësi, kanë kaq vite në pushtet. Çështja është që në shumë raste po shikojmë që po bëjnë lëvizje në rrjetet sociale, gjë të cilën Partia Demokratike po i mungon disi të kandidatët e saj. Nëse janë në këtë fazë si që janë tani, dhe duke mos i treguar njerëzve, unë jam edhe për pjesën e Partisë Socialiste, se po shikoj edhe kandidat, si PD, si PS, thjesht kanë hedhur një fotografi, ose edhe dikush një story, voto këtë. Po s'po japin argumenta. Ndërkohë që edhe nga PS-ja, sërse në shumë kandidat i kanë ndezur ato motora, por kanë filluar, e kuptuan që janë rrjetet ato që po t'i shkojnë ma afër edhe t'i mbushin mendje. Nëse kandidatët që janë jashtë liste nuk do të ndezin motorat e tyre, unë them rrezikon se ka një gjë që këto argumenta që po flasin, me thënë kanë argumenta. Të djathtët mund të përdorin pafund argumenta. Po se është një qeverisje 12 vjeçare. Pikërisht. Por nuk po e bëjnë. Unë pashë diçka në Vlorë që ndryshe nga qytetet e tjera, me thënë, të ato primare mund të ishte qarku që kishte më pak kandidat për primare. Bëra pyetje dikujt dhe thash, pse? Sepse duan gjithë të parët. Dhe çështja është që nëse unë kam parë të dyja listat kanë kandidat të nderuar të listat e hapura, por për unë i njoh, por shumë të tjerë nuk i njohin. Shumë të tjerë mund të mendojnë, ndoshta mund të kënaqen vetëm me atë pjesën e takimeve, me këto të shkojnë, jo do vend të një familje, jo të... Unë e kam thënë në emision e kaluar, kjo fushat... Duhet të ballafaqohen, në këtë fushat ja mbaroj
në këtë fushat nuk është më ajo që ka qenë fushatat e tjera, ajo situatë që do trokitej në derë, do merrej ai fisi, ai tjetër, po, mund të punohet në këtë forum me diasporën, po, sepse me diasporën e shikoj të dyja palët po bëjnë një punë me listat jashtëzakonisht shumë të madhe, realisht, por brenda këtu për t'i mbushur mendjen njerëzve duhet e pikë së pari njerë se cili kandidat duhet t'i japi një prezantim të mirë të vetes në të gjitha format e mundshme. Mos harro që kemi edhe fushatën përpara, nuk ka filluar fushata zyrtare. Është jo zyrtare ende. Ka filluar fushata, por motorat janë ndezur. Edhe Partia Demokratike ka ndezur motorët. Dhe te pjesa mund të them që ndoshta kanë elementin surprizë në xhep që duan që të bëjnë atë stilin e ditëve të fundit. Skupin. Po, jo skup, por edhe e kanë atë elementi i ditëve të fundit, elementi i surprizë që bëhet ditën e fundit, por dua të them këtë që të paktën të gjithë kandidatët duhet të tregojnë kush janë, si janë, cili janë, të arrijnë te telefonat e qytetarëve. Tashmë jemi në atë vit që nuk bëhet dot pa telefon, nuk bëhet dot pa pjesën e medias. Megjithatë ne po bëjmë punën tonë. Pikërisht. Dhe ne po prezantojmë ja sot dy kandidatë. Pikërisht. Të jam duke thënë. Dy kandidatë të tjerë. Të jam duke thënë, por vetë kandidatët duhet t'i japin në ditët e fushatës që janë përpara. Shko kush është edhe i leja pse shumë kanë filluar që tani. Në ditët e fushatës normalisht quhet edhe në një farë mënyrë pjesa e ditëve të allakatjes, sidomos ditët e fundit. Me thënë sepse do ketë presione, do ketë trystinga, të gjitha partitë do dalin në telefon, ndoshta sponsorizime më të tërë. Çështja është që nëse një kandidat do të ekspozohet se cili është, çfarë përfaqëson, çfarë do t'i japi elektoratit të tij, duhet të fillojë që tani. Ta mbyllim këtë argument, po, të dy, dhe Bido dhe Petau. Të mbyllim që të shkojmë në një hapësirë publicitare. Dua të dal atje ku thot Enriku, unë kam menduar mirë përpara se sa të kandidoja. Në faqen time, ardit.bido.al, nuk e kam lënë me fjalë. Nëse futesh, ka angazhime për çdo bashkim mbi problemet mikro. Janë angazhime se çfarë do të përfaqësoj unë nesër në parlamentin e shqiptarëve për qarkun e Vlorës. Do doja shumë që të kisha kohën e mjaftueshme ta elaboroja pik më pik këtë gjë. Nuk na del koha në fushat dhe ti e di mirë këtë. Po pikërisht se s'na del koha, unë këto angazhime i kam hedhur e zeza mbi të bardhë që të mund të më të rishet veshin nesër. Dua ta mbyll debatin, nëse më lejon, për sa i përket listave, se ne duhet futemi te programi dhe vizioni që është thelbësor, duke thënë një gjë, sepse dua të jemi sinqert me qytetarët. Unë dal dhe kërkoj një vot që edhe për kundrejt bashkëgaruesve të mi në Partinë Socialiste, të jem zëri përfaqësues për shkak të angazhimeve të mia ndryshe, për shkak të ofertës sime të vogël politike brenda ofertës së madhe të Partisë Socialiste. Pikërisht. Nëse argumentat e tua nuk arrin te qytetari. Unë do tentoj sa më shumë. Po pikërisht. Besoj unë e kam nisur. Po, ta dëgjoj. Por dhe në ndërkaq, mos nisja nga ana e Partisë Demokratike për mua është normale. Të gjithë kandidatët e listës së hapur në Partisë Demokratike praktikisht e dinë që nuk kërkojnë vot për veten e tyre. Unë kërkoj një vot që të më zgjedhë mua deputet. Në Partinë Demokratike kërkoj një vot për të futur në thesin e madh, pra në ofertën e madhe politike, që të mos përdorim terma që mund të keq kuptohen, që do të nxjerrë ata të cilët janë xha në listën e mbyllur. Jo të gjithë socialistët kanë profilin e lartë publik si që keni ju në rrjetet sociale. Por, të dëgjojmë pak. Absolutisht. Unë flas këtu jemi, zoti Bido këtu jemi në politikë. Duket se po merremi shumë, kërkoj votën sigur. Po kërkojmë për ofertë politike po flas. Unë flas për ofertë politike. Vota në fundit është një besim. Patjetër. Një vullnet politik që ai tjetri ta jep. E parë punës njerëz që unë jam i sigurt që qytetarët nuk do t'i bëjnë llogaritë në këtë dhe duket ofesë për ta që ju ofendoni që këta e dinë që nuk fitojnë dhe më do më japi mua se unë jam çik më kështu se sa Partia Socialiste pas ka futur dy në listën e mbyllur që për oferta politike që nuk i njinte as vetë ai që i futin listë
ti ngatronte me njëra tjetrën kush ishin dy emrat, po kjo është çështje tjetër, është çështje e Partisë Socialiste, është çështje atyre që kanë kontribuar dhe kanë milituar në Partinë Socialiste me pretendimin që do jenë dikur aty. Unë personalisht, për aq përvojë politike sa kam, jam absolutisht i bindur që formula që ka zgjedhur Partia Demokratike mundet të jetë elektoralisht më pak, por ama politikisht është formula më e ndershme, sepse ka dalë me kuajt e betejës cilët përfaqësojnë politikisht dhe jo me njerëz anonim dhe të hedhim përfaqësuesit politik të lartë Partisë Socialiste në betejë me njëri tjetrin për të maksimalizuar vota. Kjo elektoralisht mund të jetë eficiente, por politikisht është e shëmtuar dhe më beso miku im e njoh Partinë Socialiste edhe në lokal. Personalisht gjëra qyll s'duan jetë, gjëra qyllet i kanë kush të kenë. Gjëra qyll s'duan jetë. Besoj që është një autogol. Unë them politikisht të ndershëm, ne jemi në politik, nuk jemi në llogarit thjeshta ma jep këtë votë se ai s'e bën gjë. Nuk thash këtë gjë, unë të thash që në Partinë Socialiste ka 12 oferta politike. Hapësirë publicitare, se do flasim prapë, do të shkojmë te programet dhe do të zgjatem. Po, jemi rikthyer përsëri dhe do të flasim, do të ndalemi shumë shkurt tek programet. Programi i Partisë Socialiste për mandatin e ri 2025-2029 dhe pastaj shumë pak programi përsëri i Partisë Demokratike për të ardhur në pushtet. Është më shumë programi se për të ardhur në pushtet duhet më shumë, por nëse. Programi i Partisë Socialiste tashmë është bërë publik, sikurse po e theksoj edhe një herë dhe oferta jon individuale, se cili e ka bërë pjesërisht ose të rësisht publike ofertën individuale të kandidatëve, sepse ka një program politik, ka dhe probleme lokale cilat mund të jenë programin e madh politik, të cilat janë ofertat tona individuale në varësi të problematikave që ka zona jonë. Partia Socialiste është forca e cila garanton në radhë të parë atë që u diskutua pak më parë, që nëse dikush shkel ligjin, do të shkojë në burg. Dhe këte thot, një individi cili ka qenë 9 vite drejtori një institucioni, me problematika në kuptimin që ka dokumente pronësore në arkiv dhe ju e dini, dhe the me bindje të plot, që kush ka shkelur ligjin, duhet shkojë në burg. Që kjo të ndodhi, nevojiten strukturat e të cilat ne i kemi ngritur me mund, si që është SPAK-u GKK-ja, të cilat Partia Socialiste është garancia e vetme se do të mundet të ekzistojnë, ndërkohë që Partia Demokratike bën të qartë se ato do t'i shbëjë. Së dyti, ne jemi në një moment shumë kyç për të ardhmen e Shqipërisë. Është e deklaruar nga Komisioni Evropian që në vitin 2027 mundet të mbyllen negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian. Nëse ne do të kemi destabilitet, ndryshime, heqjen e reformës drejtësi, çfarë do lloj elementi të tillë, atëherë dhe kjo dritare do të humbasi. Kjo është teorike. Kemi që në vitet 90, ndër vendet që pritej që të ishin të para që do të antarësoheshin, do ishin grupin e parë në 2004. Humbëm dritaren me 97-ën, e humbëm sërish në vitet 2000, e humbëm sërish në vitet 2010, dritaren e radhës, dritare të dalin një moment dhe pastaj tikin. Nëse ne humbasim, ta mbaroj. Ky është plani, por si kandidat, si kandidat mund të flas për elementin lokal, jo për programin e përgjithshëm politik. Programi i përgjithshëm do të flas për pjesën time. Ti qëndrojmë te qarku. Fal, se po të flas me ti si kandidat, pse duhet ta japin votën se ti je i rrezikuar? Të tjetrën, hajde ta flasim. Ti je në listë mbyllur. Më pyeti për programin politik Partisë Socialiste, u përgjigja për atë. Do të flas për programin tim me kënaqësi më të madhe. Unë kam janë një sër angazhimesh. Nëse njerëzit duhet të votojnë në zonë, pse duhet të votojnë? Ju përgjigjesh dhe domethënë duke nisur pyetja është që unë e bëj shpeshherë, domethënë telefonin, nëse bëhesh deputet do ta hapësh, do të kesh përgjigje, mua më dërgon bie një mik për një kryetar bashkie, edhe më tha do të jetë të sukseset e tua tha nëse ai kthen përgjigje tha, domethënë ky kryetar bashkie. Edhe më bëri çudi, jo i Vlorës. Domethënë më bëri çudi që s'më bë çudi, po ka shumë individ që mbasi hipin në kal harrojnë qytetarin dhe komunikimin me qytetarin. Duke nisur nga telefoni pra. Sepse qytetari impakti i parë që është me njerëzit është komunikimi me telefon, se të ka dhënë votën
të ka dhënë votën për t'i dhënë besimin. Si jeni do të japin telefonin angazhimet kur në Partinë Socialiste i vetmi që merr vendimet të bardha, të zeza, të kuqe, si do shtrohet rruga, çfarë temi do mbyllet Shedi Rama. Atëherë gjithë deputetët që disa flasim anën lokaliste. Po pra, dhe lokaliste. Numri i telefonit nuk varet nga askush tjetër përveç meje. Deri sot. Më vonë do shohim. Kjo është Bercolet. Deputetët dhe përfaqësuesit e tjerë nuk bëjnë dot asnjë gjë pale. Ky është sistemi që ka ngritur zoti Rama. A mundet t'i përgjigje me Enrikuse? Dhe fakti që nuk e japin Po përgjigjesh për telefonin tim. Jo, për ata që janë zgjedhur ti me shumë mundësi nuk do. Po mundi se shikoj se unë kam parë nuk duhet i ta allakatemi. Kanë sa të shikoj. A mund të përgjigjem pyetjen se bëj një pyetje Enriku edhe që duhet të përgjigjesh. Më fal pak, e di pse thash pjesën e telefonit. A mund të përgjigjem se ma bëre pyetjen? Ma bëre pyetjen, më lejo të përgjigjem të pyetjen. Se shiko, duket si diçka. O shumë e rëndësishme kjo. Jo, më thën po është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Dhe është i puna e asaj, domethënë si asaj ajo Barsoleta domethënë që çfarë do ky lop, domethënë bëjmë edhe një lop çfarë thua, domethënë çfarë thua. Ideja është që në rastin konkret un kam parë dhe Majtas dhe Djathtas kam parë individ të caktuar që sot s'kan fytyrë të kërkojnë votën. Më fal, sot këta individ si Majtas si Djathtas nuk kanë fytyrë, madje dhe janë ofenduar kur kanë vajtur mbas X vitesh përsëri për të kërkuar votën, janë ofenduar sepse në momenti që qytetari ngrën një shqetësim për zonën e tij dhe nuk merr zgjidhje, do të thotë që aty do thuash ti që s'ka mund për borxh që ti jap, më thënë ti jap zgjidhje. Po më le ta them unë sa do them se po je përgjigje te pyetja jote. Po ja ta mbaroj. Po se u kuptua tani. Publiku, komunikim me publikun, u kuptua. Kjo këtu është aja. Erik. Do të thënë mbas mund të përgjigjem tani. Është shumë e thjeshtë. Thash pak më parë. Mund të futesh dhe të shohësh angazhimet që u marr bashki për bashki që po arritëm të elaborojmë do ishte shumë mirë. Të cilat janë e zëza mbi të bardhë, pikërisht. Të cilat janë e zëza mbi të bardhë. Dhe këte e bëj në mënyrë të qëllimshme, që nesër të vish dhe të më thuash se ku kam gënyer. Unë nuk të premtoj dot që do zgjidh çështjen e pronave. Kush e premton, le ta premtoj, jep janë i votën. Unë nuk e premtoj dot. Unë di të premtoj që do të angazhohem për të garantuar një farë barazie në shërbim të qytetarëve në institucione, që do të bëhem një gricës i institucioneve që nuk i shërbejnë qytetarëve siç duhet. Dhe këtë e them edhe me një përvojë timen, që e ka marrë një institucion që ishte me sekser jashtë institucionit kur e ka marrë, dhe që sot nuk është. Dhe këtë e them sepse nga Vlora e kanë një pjesë përvojën e tyre që telefonin tim e hap pa e ditur se kush është numri. Pse kështu ndodh, unë e hap telefonin pa e ditur kush është numri. Po është për të bërë bëhet, po nuk është për të bërë nuk bëhet. Se njerëzit e kanë parë dhe nga Vlora kanë ndodhur që kanë triokitur në institucionin ku ndrejtoj dhe po kam qenë në zyrë dhe s'kam pas le themi ndonjë mbledhje të rëndësishme zoti Fetau, që mos të mbasim. Numri i telefonit është 20 vite i njëjti. Do ta them tani në publik se s'kam problem ta them. 67 20 nuk ka ndryshuar ndonjëherë, pikërisht sepse ndodh që hap telefonin. Do t'ja hapni telefonin qytetarëve. Më thon, unë pyetjet që bëj, po i bëj si një qytetar, domethënë. Absolutisht. Shiko, unë e konceptoj dhe pse, më thon, dhe çfarë mendimi keni për politikanët që nuk hapin telefonin? Kam dy lloj mendimesh. E para janë ata politikanë të cilët edhe po ta hapin nuk të zgjidhin dot gjë dhe kjo është arsye pse se hapin, se nuk kanë gjë në dorë. E vetë ajo që unë kjo se ndryshon faktin që duhet ta hapin. Tash po pikërisht edhe kur nuk zgjidhin dot. Patjetër, por janë kjo lloj. Absolutisht dakord, por është ky lloj i pari. Mendoj që janë këta që e dinë që nuk zgjidhin dot gjë. E para dhe e dyta janë ata që kanë bërë premtime bombastike, të cilat edhe vetë kur i kanë bërë nuk e dinin që nuk do i mbajnë. Këto janë dy tipet e politikanëve që nuk hapin telefon. Problemi qëndron që çfarë bëhet pas hapjes telefonit, ky është problemi. Pra ne duhet të krijojmë një sistem dhe përfaqësuesit në Kuvendin e Shqipërisë duhet të jenë të tillë që të bëjnë presion që sistemi të funksionojë. Pra, e para punës ne duhet të bëjmë qytetarët që të mos i bien telefonin një.
Pra të mos ken nevojën që t'i bien telefoni deputetit të lutem. Po shpërndajemi me një pyetje e cila nuk kishte të bënte me programin. Ne do të diskutojmë programin. Tash i cili është program? Po jo, nuk është problemi tek personale tash. Se s'mund të bëjmë një diskurs, po s'mund të bëjmë një retorik 30 minuta, do hapim apo s'hapim telefonin tash. Po duhet argumentat që sepse njerëzit kjo mund të jetë, më fal. Ky mund të jetë një blok, Enrik, ky mund të jetë një blok do jetë në YouTube. Të lutem, dhe nesër, ky mund të jetë një blok pyetjesh nëse që do ndonjë bëhet prej një moment tjetër, po jo tash. Do jetë deputet, nuk do ketë gojë për të kërkuar votën mbas 4 viteve përsërim. Po kush e tha që nëse qytetarëve nuk do t'i përgjigjen? Ore, unë nuk dua që të bëj një problematika kryesore. E para Megjithatë, e marrëdhënies. Megjithatë ne jemi studio ku vjen analistët. O Enrik, sepse shpërndajemi do hapim zonën telefonit. Stefan, sidomos me këta dy kandidatë, dy zotëri, zotëri, janë luajal, thonë do hapim telefonin. Ne të tre, Stefan, jemi të bindur që do të hapim telefonin. Unë dasha pak për angażhimet kjo garantë. Për programin, një sekond, lere mondi se ti ke hapur edhe atëre kur ke pasur një pozicion. E lëm, unë dua të bëj një pyetje. Mondi, të lutem. Ore, unë dua të bëj një pyetje. Të lutem, po. Unë dua të bëj një pyetje. Po, ma bëj. Dhe po i parapri atyre që do thoni ju. Po. Zoti kandidat, do t'jap, po, e kuptova. Po. Do të jap parapri, jo përgjigje, do të parapri atyre. Sepse kjo është pyetja, është thelbi i pyetjes. Nga ana gjuhësore, nga ana semantike. Në fushën semantike, kur unë bëj diçka e parapri në mënyrë që mos të kalojmë përsëritje. Ta sqaroj me që jam i gjuhës. Pyetja ime është e tillë. Deri tani, unë nuk kam parë nga Partia Socialiste që të thonë ne kemi këtë program, do heqim taksa, do ulim taksa, do rrisim pensionet, do rrisim... Programi ka dalë, jo, janë dhe këto, janë dhe këto. Jetë gjatë fushatës, do të prezentohet ka dalë programi. Ju keni thënë, ka dalë programi. Programi ka dalë, por nuk po i thot me shifra. Ju keni thënë që do t'ju na jepni votën... Rroga mesatare dhe minimale sa do shkojtë. Na jepni votën se do ju fusim Bashkimin Evropian. Të lutem, ka dalë programi, se nuk është kështu, ka dalë programi për rrogën mesatare 1200 euro. Po ka dalë programi. 1200 euro e kanë thënë edhe Partia Demokratike. Por Partia Demokratike ka thënë edhe një gjë që do ris pensionet, do ris këtë, do ris atë, do thotë që do bëj një taksë të sheshtë ose do heq taksat për disa të tjerë, në një kohë që shteti mbahet nga taksat. Ore, ku do gjeni ju ato para? Kjo është e pyetja që doja t'ju bëja unë. Dhe prandaj ju thash, do ju bëj një parantezë në mënyrë që të përgjigjeni me këtë. Po të flas Fetau se Fetau më duket Partia Fetau do t'i heqë taksat? Jo. Ata shiko. Jo, këta do heqin një pjesë, do bëjnë një taksë të sheshtë. Pazuhet mbi bindjen e djathtë që është Partia Demokratike, sigurisht është parti e taksave të ulta, e shtetit vogël, e lirisë së sipërmarrjes, e konkurrencës lirë. Dhe sigurisht brenda kësaj filozofie së djathtë është dhe programi për uljen e taksave, por ai programi i prekshëm ne kemi që është shkurt, është paga mesatare 1200 euro, paga minimale 500 euro, pensioni minimal dhe ky minimumi etik 200 euro, që këto janë. Pyetja që bëri zoti Steva është nga do dalin këto para, po sigurisht këto do dalin nga mirë menaxhimi i financave publike, në të cilat këto 12 vjet nuk ka shqiptar që nuk e di që janë masakruar financat publike. Mjafton të shikosh raportet e kontrollit të shtetit për të kuptuar se çfarë është bërë me financat publike në këtë vend. E para. E dyta, investimet publike me shumë amaramëndse. Do të thonë rrugët e Florinta, tuneli i Llogaras me 50 milion euro shtesë. Apo rruga të autostradat që janë bërë me çmime katastrofike. Këtu, më fal, këtu do të ndërpres një sekond, këtu vërtet mund të ketë pasur abuzime, vërtet mund të jenë bërë rrugë shumë të shtrenjta, vërtet mund të jetë bërë një tunel i Llogaras i cili ka kushtuar një herë apo dy herë apo tre herë më shumë nga sa ishte parashikuar. Por po ta shikojmë, keni kujdes se mos do një autogol këtu. Po ta shikojmë me kujdes, qytetarët kanë marrë disa shërbime, vënë më shpejt në Imar, vënë më shpejt në Sarandë, nga Vlora. Jam dakord për shkak të menaxhimit më të mirë. Pa diskutim. Ore, kjo është tjetër gjë, sepse unë nuk thash,
Po Nuk thash ka që se mund u të jenë bë për 3 tuneli, herë pse u bën 150 dhe jo 100 sa që bën realisht. Pikërisht Se u këtu do bë qëndrojmë. 20 milion euro ku mund ishte Këtu bërë duhet 5 të milion. qëndrojmë. Sa është bërë? Por jo të nxjim gjithçka. Sa është autostrada e Kosovës, sa ka dalë koston autostrada e Kosovës, sa ka dalë, ku të lutem, tuneli për shekuj të Sa ka ndryshëm. dalë autostrada e Flet Kosovës? për epoka të ndryshme. Sepse kjo është çështje përket Kosovës kjo mua. Shiko, nuk ka Programi i bazuar mbi denoncimet. Kosovën është shumë merr më lirë me Kosova me rrugën e kombit, kështu që pikërisht pra. prap jo flas, por rrugë e kombit është bërë në kohën tuaj. Kështu që tek jo me që përmendet flas. Do të thënë e ke parë kush rrugën e Kosovës dhe kush rrugën e kombit. Programi i bazuar mbi denoncimet, mondi mondi tuaj. Programi i bazuar mbi denoncimet nuk është program. Kjo pjesa që po flasim në shifra. Po. Kjo pjesa që flasim mbi shifra, që tuneli i Llogaras ishte 50 milionë euro më shumë e thua ti. Unë di që Spaku e ka treguar që po t'ishte 50 milionë euro mbi shifrën, do të kishte fund njerëz në burg, se ka treguar Spaku që nuk funksionon ashtu. Kur ta bëj flas, nuk po marr asnjë ngarkesë. Dua të them diçka tjetër sepse unë s'dua të bëj politik boshe. Ajo pjesa që ju do të vini dhe s'do ketë asnjë abuzues, sikurse ka abuzues nga çdo anë, kjo nuk është politik. Kjo është të bëjmë fushat sa për të thënë. Programi politik bazohet mbi shifra, mbi mundësi dhe mbi zgjerim. Ekonomia shqiptare është zgjeruar jashtëzakonisht shumë vite e fundit dhe ky është fakt. Rritja ekonomike është krahasimisht e lartë, pra krahasimisht. Flasim mbi shifra, mbi mundësi buxhetore. Dhe këtu programet janë të llogaritura, patjetër dhe prandaj do të reformohen. Patjetër dhe prandaj do të reformohen. Janë llogaritura, dyfishimi është i llogaritur rritja e pagës mesatare 1.000 euro dhe rritja e pagës mesatare në shtet 1.300 euro. Po mos më bësh zhurmusin tani, mos më bësh zhurmusin se s'ta bëra. Është llogaritur rritja e pagës mesatare 1.000 euro dhe asaj mesatare në sektorin publik 1.300 euro, është llogaritur në bazë të rritjes ekonomike. Janë të llogaritura premtimet e Partisë Socialiste në këtë drejtim. A mundet ne si kandidat të flasim dhe për angazhimet tona në këtë qark? Kjo është pyetja ime. Sepse në këtë qark nuk është vetëm tuneli Llogaras. Nuk është në Kuç ti doje të veje orë të tëra nga Kuçi në Bregdet. Po kjo nuk është vetëm çështje e një rruge të bërë. Unë kam bërë qëndrime publike për unë. Kam bërë qëndrime publike për unë. Po flas për një gjë konkrete. Më falë, zotëri. Nuk është kështu tash që në çdo gjë që na bjen, ujë Tragjasit, ujë Kuçit, ujë Tërbacit, ta hedhim në tavolinë, nuk është kjo. Le ta hedhim pak më vonë, po të mbaroj një herë këtë që themi dhe le ta hedhim. Le ta hedhim këtu. Kemi në një blok kam qëndrimet e mia mbi to. Por doja të thosha, më lejo të mbaroj një logjik. Ajo rruga që është bërë që del në lumin e Vlorës dhe del në Qeparo, gjithë kjo rrugë nuk është vetëm investimi në rrugë. Ne duhet të kuptojmë si do funksionojmë nesër. Dhe si ne, ato fshatra që janë të shpopulluara, si do të rigjenerohen, nuk bëhet me fjalë kjo. Kjo bëhet me vizion. Dhe angazhimet tona si kandidat të Partisë Socialiste në këtë qark është që tashmë që ne kemi infrastrukturën dhe që është ky vizion i kthyer në vepra përmes rrugëve, përmes aeroportit që po ndërtohet këtu dhe aty në Sarandë, dhe është rritur numri turistëve në 12 milion hyrjedalje në vit. Se element krahasimor mos të futemi se sa shifra, po është shumë më lartë se sa ka qenë. Kemi të kaluar për herë të parë Korfuzin, se ne nuk kalojmë dot Korfuzin, jo më vende të tjera që kanë tradit. Tashmë si mundet që këtë turizëm që e vuajtëm si në Vlorë, si në Sarandë, si në Himare, kemi vuajtur që par vjet ishte mirë, kemi pasur turizëm backpack, turizëm që nuk jeni shumë lek. Si ne do ta kthejmë që të ketë turistë të cilët do të hedhin më shumë lek në ekonominë lokale këtu, dhe si do të bëjmë që të ketë të ardhura pra për gjithë banorët. Tashmë që ekziston kjo infrastrukturë dhe është dhe rritja, ne angazhimin duhet të jemi të qartë që është integrimi oferta e paketës së integruar e malit, e agroturizmit, e turizmit kulturor, historik, arkitekturor, arkeologjik, në mënyrë që të mundet me zhvillimin e mëtejshëm të infrastrukturës të thithim njerëz që do hedhin më shumë para për qytetarët këtu. Në mënyrë që ato të kthehen në këtë qytet, në Vlorë, që Vlora është ndër qytetet më problematike në kuptimin e ndarjes, ka zona të cilat janë shumë të zhvilluara, ka zona të cilat duke sigur janë në mesjet kur futesh në infrastrukturën. Që këto para pra,
që na vijnë nga turizmi të mundet të jenë mjaftueshëm, që të mundet të kthehen në taksa dhe nga taksa të kthehen në përmirësimin e infrastrukturës në çdo cep të Vlorës. Ky është një moment në të cilin unë si kandidat, nëse do të zgjidhem, angazhohem që jo se do ta bëj, se për ta bërë është gjithë struktura shtetërore që e bën. Unë angazhohem se do të loboj pikërisht për ofrimin e kësaj pakete të integruar së bashku me pushtetin lokal dhe atë qendror, në mënyrë që ky të jetë dinamizmi ku ne do të shkojmë nesër pas nesër. E dyta, zhdërvjellësimi i shërbimeve publike. Unë jam shumë dakord me atë që tha Mondi pak më parë, që nuk është zgjidhja hapja e telefonit. Ama hapja e telefonit, unë e kam nga përvoja time, mua më ka mundësuar që të përmirësoj sistemin, sepse me hapjen e telefonit ti kupton, nuk është çështja të zgjidhësh atë një problem, është çështja të zgjidhësh thelbin e rrënjës së problemit, pikërisht. Dhe në këtë pikë, përfaqësuesit e zonës e kanë detyrim që të hapin telefonin, jo thjesht për të zgjidhur problemin individual të tjetrit, po për të kuptuar se ai problem është i një grupimi njerëzish dhe për ta zgjidhur në kuptim sistemik. Prandaj, ndjekja pas e shërbimeve publike në zonën tonë, në mënyrë që të mundet të rritet efikasiteti dhe mbi të gjitha barazia. Është prioritare. Barazia i takon përfaqësuesit, i takon deputetit. Deputeti nuk është përfaqësuesi i partisë politike këtu, është përfaqësuesi i qytetarëve në partinë politike. Më fal, për të dy. Do të thosha edhe një element të tretë. Se edhe ne duhet të ndërryme, s'mund t'ju lëm pafundësisht që ashtu, me të. Do të thosha edhe një element të tretë angazhim. Jeni të gatshëm të dy kandidatët nëse unë jam te pjesa pyetjet të bëj më shumë sepse pjesën e programit të qeverisë edhe të opozitës kryesisht i shikojmë gjatë gjithë kohës, por unë jam te pjesa lokaliste që duhet pyes më shumë akoma më shumë tek vetë kandidati. Nëse dhe unë dua të bëj ato pyetje të qytetarëve. Nëse nesër gjithmonë dhe problematika që grupimet e njerëzve mund të ngrënë, qoftë për Zoti Fetau dhe po e nis nga Zoti Fetau, nëse do jetë në qeveri partia juaj, jeni i gatshëm ju që për interesat të qytetarëve të krijoni dhe përplasje me pushtetin lokal apo qendror, pavarësisht se faktet e kanë treguar që nuk janë të shumta deputet që arrin deri në luftën për ta çuar deri në fund, por unë po e bëj si pyetje që njerëzit ta kenë këtë lloj prove. Sepse pikërisht fakti që nuk ka pasur deputet që ka kundërshtuar, vjen pikërisht nga mënyra e përzgjedhjes deputetëve. Si majta si djathtas. Kjo është çështje që ne zauruam, besoj për publikun. Jo të gjithë, mos e bëjmë këtë, mos e përgjithsojmë, se ka deputetë. Po flas. Mos e përgjithsojmë. Mos bëhemi një listë. Flas, prandaj po them, do hyni te grupi. Ka disa deputetë që bëjnë këtë, ka disa që se bëjnë. Mos tregojmë tani që ne do vim pikërisht, po edhe un kam në mendje disa kolegë bashkëgarues. Kam një shembull në Tiranë, larg qarkut Vlorës, ose në midis Lushës dhe Tiranës, që është Zoti Braça, që pikërisht nga që ngritë zërin u internua, po kjo është çështje tjetër dhe është çështje tjetër. Këto diversione, ama me këto diversione politike minimale e ka thënë vetë, nuk e them unë, ka thënë vetë hape shikoja se se them unë. Ama me këto diversione politike minimale, se flasim po pikërisht për këtë arsye. Në rrugë tani do takojmë njerëz. Këtë arsye. Tani, Enrik, fillim. E para punës, nëse unë do kur të zgjidhem, jo nëse do zgjidhem, por kur të zgjidhem absolutisht. E para punës unë do përbëj mandati i shtetit po dos të çarkun. Qeveria, unë do bëj përpjekje që qeveria të mos e bëj dhe gjithë organet të mos e bëj veten që të krijojë përplasje me qytetarët. Kjo është e para. Atë se keti në dorë. Jo, do bëj përpjekje sepse sigurisht shiko, Partia Demokratike të gjitha partitë kanë krijuar, qeverit kanë krijuar probleme. Të lutem Frosa se ne dim të gjithë tani. Zoti Rama i merr, ju flet aty, të gjithë ata mbajnë shënime, bile disa nga fundi s'kan filluar dhe s'mbajnë shënime se i mbajnë mend janë aq të ashtu, edhe iki, nuk flet njeri. Të lutem, i vetmi që ka folur në grupi parlamentar Partisë Socialiste ishte rektori Kamzës. Të lutem. Që s'ishte fare pjesë e grupit. Pra, të lutem. Pra, duhet bërë përpjekje. Unë mendoj që qeveria, kur të bëj programin ashtu siç ka për programin, duhet që të ulet me përfaqësuesit e zonës dhe secili t'i thot pjesë pra nga programi ashtu që do ta them pak më pas. Në mënyrë që mos e lëm që të ndodhi dhe pastaj të dalim sepse ajo është thjesht një show dhe nuk ka efekt në publik. Fakti që unë do të dal për krah banorëve të X zonë që do të përfaqësoj dhe do të kundërshtoj qeveri, përveç efektit spektakular dhe mediatik nuk është se zgjidh ndonjë gjë. Nëse ishte për spektakël, bëhet hajde mirë, por unë do përpiqem që të mos ndodhë ajo e parë. Dhe për sa i përket programit në zonë.
unë kam lëvizur dhe them dhe shoh një problemi më të madh që unë shoh është shpobullimi. Ju vetë shikoni në televizionin tuaj kur merrni intervistë, në çdo 10 intervistuar 9 janë pensionistë fros, që tregon një mangësi të madhe popullsit. Dhe sigurisht që kjo është çështje e ekonomisë, jo thjesht e pensionit. Sepse ne ka ikur forca prodhuese, forca produktive dhe sigurisht forca dhe tatim paguesi, sepse vërtet thonë ku do paguen pensionet, po nëse nuk ka kontributorë dhe pensionistët e para. E dyta, fshatrat. Ne vërtet nuk kemi bërë rrugët, po fshatrat sot janë të shpopulluar. Janë të shpopulluar. Dhe Kuçit i çojmë rrugën dhe i marrim ujin. Trajgjasit i çojmë bypassin dhe i marrim ujin. Si do zhvillohet agroturizmi? Kur ti thon do të marr ujin. Si do zhvillohet agroturizmi në Trajgjas, në atë zonë që unë e ditë, miq të mi kanë projekte konkrete për të bërë. Si do zhvillohet? Ja, do në lejosh që të qëndrojmë të problematikat e qarkut të ujit. Të kthejmë ligjen Ne kemi bërë, në optikën time, ne kemi bërë, ose është bërë një qytet që është i bukur për të parë me dron, por shumë i vështirë për të ecur në të. E keni kaluar mbatan tuneli se sa e ngushtë është ajo rruga dhe ju e dini se çfarë bëhet në verë atje. Keni dëgjuar në një përfaqësues që thotë Enriku të kësaj majorancë që thotë zotri, po ku do kalojmë aty dhe në këmbë nuk kalon dot. Dhe hinkës. Për atë lungomaren që është një fiksim i kryeministrit që nuk e di se ku do ta çojë dhe vetë ka thënë do ta çojë deri ku bilet juve ju është përgjigjur. Për këmbësorët. Po juve është përgjigjur konkretisht deri aty ku sta merr mendje ku duhet. Pra, këto janë probleme. Të dëgjuar e kanë deri në gjirin e gramës. Po, nxitja e biznesi vendas, po si mund ta nxisin, të lutem, kur ju e dini që industria fason në qytetin e Vlorës ka qenë një industri e qëndësishme, por rënja drastike e euros ka bërë që sot ata të jenë prag falimentimi. Është në prag falimentimit. Ne kemi për 2 vjet një zhvlerësim të euros dhe kjo është bërë e inxhinieruar në optikën time për të mburrur me uljen e borxhit publik. Ku do Shumë thellë është. A mund të kthej përgjigje, jo se do të kthej përgjigje. Një sekond. A mund të kthej përgjigje? Ta mbaroj vetëm dhe përgjigjet. A mund të kthej përgjigje? Shpërndajemi shumë. S'ka nevojë, s'ka nevojë. Le të shpërndaj dhe ti thot gjitha. A mund të kthej përgjigje këtu tani? A mund të kthej përgjigje? A mund të kthej përgjigje? A mund të kthej përgjigje? Ulin taksat oligarëve gjatë. Faleminderit. Tatojmë profesionistë. Faleminderit. Ulin taksat për oligarkët dhe tatojmë profesionistë. Mondi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë që te pyetja. Të lutem Stefan. Qytetarët na dëgjojnë. Trajgjasit në të Kuçit, pastaj Lungomare, pastaj në Lungolago. Edhe qytetarët na dëgjojnë. Popullim dhe fason. Qytetarët na dëgjojnë. Dhe unë faleminderit shumë Mondi që angazhimi dhe programi tënd që shprehej ishte thjesht çfarë është bërë sipas teje keq. Ndërkohë që ti po flisje për shpopullimin dhe nuk the çfarë zgjidhje, unë fola pak më parë pikërisht për mënyrën se si ne do të mundet që të garantojmë rikthimin, sepse duhet të punojmë që të hidhen më shumë lek nga turizmi këtu dhe fola gjatazi dhe ka më gjatazi të shkruar, se cili është angazhimi që ne të mundet të vemi në pikën e rikthimit të njerëzve në shtëpit e tyre, sepse kjo nënkupton që duhet të rrisësh ekonominë dhe në hinterland. Po edhe këtu si jam dakord me ju, zoti Ta Fido. përfundoj Jo, pak një sekondë edhe të me ndërpres, kënaqësi. sepse ju keni 12 vjet në pushtet. Në 12 vjet është bërë ajo rruga që po flasim. Se pa u bërë ajo rruga e parë, nuk mundet të bëhet. Nëse Kuçi është 8 orë nga deti, nuk mundet që të kthehen njerëz, se po flasim edhe me këtë Kuçi. pretendim ju do të rritë 12 Nëse Armeni nuk është, nëse Armeni, po sepse e pam çfarë ka ndodhur kur ishte Partia Demokratike. Po unë nuk do të flas për të shkuarën, unë po flas për të ardhmen. Pra, nëse sot oferta politike është që këto gjëra janë bërë keq se kështu e mendon Partia Demokratike, ndërkohë këtej kemi një ofertë politike se si ne do të shmangim shpopullimin dhe do të rikthejmë njerëzit. Po sapo ta thash pra. Po sapo ta thash mënyrën se si kjo mund të realizohet dhe ke më gjatë të shkruar. Po ti çfarë thua? Ti thua ka shpopullim, më votoni mua se ka shpopullim. Unë të them mënyra se si ne duhet që t'i qasemi. E fundit të dëgjova se mund të ndërhyja. Të dëgjova sepse mund të ndërhyja. Të dëgjova sepse mund të ndërhyja. Të dëgjova sepse mund të ndërhyja. Të dëgjova po them një herë se mund të ndërhyja. Të dëgjova se mund të ndërhyja. Nëse
Nëse oferta juaj politike është denoncimi, ai s'është ofertë politike. Ne këtu duhet të flasim mbi çfarë duhet bërë për ndryshimin e qarkut tonë, se qarku nuk është as i PS-s, as i PD-s. Është qarku i yni, pa dallime. Dhe ne duhet të flasim se si ndryshojnë dhe si duhet të ndryshojnë gjëra në këtë qark dhe çfarë do të bëjmë ne si deputet nesër pas nesër këtu. Nuk ta thash me fyeri dhe më mirë kupto çfarë të thash për ty që nuk do jesh, ta thash sepse dhe ti mund ta thuash për mua të njëjtën gjë se unë nuk e din se do jem, unë kërkoj votën sepse mundet të jem. Ty ta thash sepse matematikisht është e pamundur për Partinë Demokratike të jesh dhe mos ma merr në personale këtë gjë, se nuk ka të bëj. Dakor, po mos ma merr personale këtë gjë. Tu flasim se çfarë ju ofrojmë ne qytetarëve në mënyrë që të mundet i përfaqësojmë nesër pas nesër. Dhe ne si deputet duhet të jemi, ne si kandidat, ne duhet të jemi të sinqert me qytetarët. Unë qëndrimet e mia i kam mbajtur dje pa pas petkun e kandidatit, kanë folë për ujnë se ngelëm duke thënë ujë Kuçit, është ujë Shushicës, se është gjithë lumi i Vlorës, nga që merr nga ujë, do të thënë ngelëm duke thënë burimin final. Pra, për ujin aty unë kanë folur, pa pasur petkun e kandidatit. Si do e përmirësojnë situatë? Kanë folur mediatikisht, publikisht. Të lutem bido. Flas sot si kandidat i Partisë Socialiste në këtë qark, që uji si në Tragjas, si në Kuç, si në Taxat. Problemi është në disa pika, duhet të përdoret për pasurimin kombëtar që është Bregdeti, sepse ajo na gjeneron të ardhura kudo, nuk është diçka lokale, pasi të garantohet se banorët e këtyre fshatrave dhe tokat e tyre kanë ujë mjaftueshëm për ta. Pra, pas këtij momenti, gjithë pjesa tjetër e ujit duhet të shkojë në Bregdet, sepse bëhet fjalë për pasuri që na kthehet prapë, na kthehet Absolutisht. Duke bërë transparencë me qytetarët. Pikërisht pra. Nëse unë si kandidat, kërkoj votën e qytetarëve, pikërisht që të jem zëri i tyre, pikërisht për këto elemente. Unë kam parë projekte, jam ende në diskutim me njerëz të cilët janë oponent të projekteve dhe po shoh deri më tani që ai ujë është i mjaftueshëm për fshatrat përpara se sa dalin Bregdet. Jam duke dëgjuar me vëmendje miq të tjerë cilët janë oponent, duke më sqaruar në pikpamje teknike, sepse kjo nuk është e mjaftueshme. Sot ama deri më tani jam duke parë se është e mjaftueshme. Nëse nesër rezulton kjo e pavërtet, unë prap do të jem me banorët nga Taxati, po ta them edhe një herë, sepse nuk është lokale kjo, kudo me banorët, sepse është e padiskutueshme që nevojat e ujit janë nga do, dhe duhet garantojmë edhe fshatra nga është burimi dhe padyshim Bregdetin, se këtu po na dini kundër çuarjes së ujit në Bregdet. Janë të dyja në lojë. Bregdeti, uji në Bregdet nuk kupton miliona lekë që kthehen në të gjithë zonën dhe në gjithë Shqipërinë. Është pasuri kombëtare. Këtë e dim, E nga ana tjetër, padyshim, unë nuk ja kam frikën dhe banorëve të zonës, dhe unë do jem në krahun e tyre. Deri më sot më duket një betejë politike, po dëgjoj me vëmendje specialistë dhe ekspertët ama që më tregojnë se ka mangësi, studimet e tjera, po e përballë këtë me ekspertët që më thonë që nuk ka probleme këtij lloji, po s'e kam frikën. E di pse s'e kam frikën. Sepse në Taxat, nga është burimi i parë, e në Buronj, ku është burimi i dytë, e në Tragjas, ku është burimi i tretë, Izvor. po, në Izvor, nuk ka shans duke i njohur banorët atyre zonave. Sa më shumë i njihni ju që jetoni këtu, sa më shumë unë që jetoj andej, po i njohim gjithë, po nuk ka shans që nëse do t'jetë ashtu siç e thoni ju, që për mua deri më sot është zhurmë mediatike, nuk ka shans që të mbijetojnë, le të themi, këto projekte pa dakordsinë e tyre. Po ne duhet themi diçka, që për herë të parë po bëhet ujësjellsi aty. Pjesë e këtij projekti është bërja ujësjellsi të fshatrave. Nëse ai do të jetë me ujë të pamjaftueshëm, po duke i njohur ju ata banorë, mendoni se do të mundet që të mbjetoj ai investim? Jo. Prandaj, ne si deputet të qarkut, në vend që të bëjmë populizma, duke thënë që po na vrasin, po na heqin ujin, po na mbysin, ne kemi për detyrë që t'ju lëmë ekspertëve, t'i dëgjojmë dyja palët, dhe nëse rezulton se është gabim, siç thua ti, se unë nuk e do të bast, s'më rezulton deri tani. Nëse rezulton që është gabim, ne të jemi aty me qytetarët. Sepse atyre ju kërkojmë votën, ata kërkojmë që të përfaqësojmë në qendër. Nëse del dikush thotë që s'duhet të çojmë asnjë piku në Bregdet,
Atje jo, sepse ajo është pasuri kombëtare që na duhet gjithë. Ditën e shtunë, fundjavën e kaluar, është bërë përsëri një protestë në Tragjas. Dhe përsëri, ata akuzojnë shtetin, sepse shteti na ka hapur luftë në shteti dhe oligarkët. Si do shkojë kandidati socialist në zonën e E mendova që të shkoja në vetë protestë, më ftuan disa miq, që të jem shumë i sinqert. E mendova që të shkoja. Arsyeja pse vendosa që të mos shkoja, nuk ka të bëjë me dëshirën time për t'u takuar, po me faktin që kuptova që kishte edhe një fryrje artificiale politike nga disa individ aty. Dhe kjo është arsye pse nuk shkova, sepse unë dua të shkoj të flas, nuk dua të shkoj që të bësh këtë show mediatik që shiko Vajti dhe ky, apo show mediatik që u përplasën dhe këta. Nuk është ky qëllimi. Jam për sa i përket këtyre problemeve, që ta them edhe një herë janë në gjithë pellgun, unë jam duke dëgjuar ekspertë si nga ata të cilët thonë që është studimi i gabuar dhe ata të cilët thonë që është studimi sakt. Duke qenë se si jam inxhinier hidroteknik, nuk mundet në këtë moment unë të them nëse është i sakt apo i gabuar. Ajo që unë mund të them është ne si deputet të këtij qarku, unë kam besimin dhe garancin në radhë parë që Partia Socialiste nuk është kundër banorëve vetëm edhe vota vetvetes. Është absurde ta mendosh këtë gjë. Dhe ata të cilët i kanë bërë këto studime nuk janë kundër Partisë Socialiste, individët konkretë. Nëse rezulton, se është një individ që ka gënjur Partinë Socialiste me një studim fleksibiliteti të gabuar, po patjetër. Sepse s'do jenë vetëm unë, do jetë Edi Rama i pari në krahët banorëve, nëse është kjo gjë. Siç ka qenë gjithmonë. Problemi është këtu. Atje e pare punës ata banorë janë vendosur para një fakti të kryer. Dhe në momentin që ti vendos para një fakti të kryer, pa i pyetur, pa i konsultuar, gjë e parë që të vjen në mendje është që këtu diçka fshihet dhe duhet ndodhur. Ka problem komunikimi, patjetër, këtu bien dakord. Problem komunikimi duhet të ishte sqaruar parapraktикisht transparenca. Normalisht në pjesë e transparencës është për të fshehur pikërisht diçka, se nëse s'kishte për të fshehur nuk kishte asnjë humbje që ta bënte. Kjo është e parë. Ti e di shumë mirë që nuk janë vetëm këto arsyet sepse nuk ka komunikim nganjëherë, domethënë nuk është vetëm përfaqësuesit lokal të Vlorës kanë folur nuk janë ulur njërë me banorët e zonës. Nuk e di, lanë një takim, nuk shkuan e tjere. Unë di që kanë folur disa herë me banorët e zonës, po jo në zonë, sepse mori unë nxeh situatë dhe po të them nuk është çështje për show kjo. Sigurisht. Nuk duhet bërë show me. Shiko, dhe mirë kanë bërë në do gjykimin tim që nuk kanë vajtur që të bëjnë një përplasje artificiale. A mundet të bëjë shumë shkurt sepse jemi limite. Regjia më bën shën. Për sa i përket programit që unë e kam merak ta them këtë pjesë, që ka të bëjë me ndarjen administrative, ndarjen lokale. Në optikën time do me thënë ndarja 2015 ishte një katastrofë e vërtetë. Dhe u bërë për qëllime elektorale dhe kjo tashmë është e vërtetuar. Sot ne kemi gati 40%, gati 50% më shumë të administratës, kur kishte 300 e ca komuna. Dhe sigurisht unë... Ka më shumë kompetenca sot për shtetë vendore? Po nuk jep dot një leje për një shtëpi, më lutem mua ditë, jo pa marr leje lart. Sipas ka kompetencat janë gaziar fikset tek kopshtet. Lobimi kryesor do të jetë për të rishikuar ndarjen administrative duke e rikthyer Bashkinë Orikum në një bashkim dhe Bashkinë Novosel dhe Bashkinë me që jemi në fund. Pra kjo është sepse e dyta, e dini ju që sot krajina e Lumit Vlorës që ka qenë një krajinë e njohur historikisht për Bakti dhe për Blektorin, sot po të shkosh tek ajo rrugë e që është të merr malli të shkosh një tuf Baktish. Pse? Sepse fermerët nuk marrin subvencionim. Partia Demokratike ka thënë që në mandatin e parë në buxhetin e saj do të jenë gati 200 milionë euro vetëm për subvencionimin e bujqësisë, sepse ai agroturizmi nuk bëhet me fjalë. Mund të bëj një pyetje Frosina për të dy kandidatët. Ka më shumë subvencionime se 200 milionë euro sot. Se duhet të votojnë zotrin. Mund t'i ketë sot, nuk i marrin. Sot ka më shumë. Ju thoni që do ulni subvencionet në bujqësi. Zoti Bido. Ju sot po deklaroni këtu që do ulni subvencionet në bujqësi. Nuk e deklaroj. Nuk janë aq. Të lutem, si ishte e Bankës së Shqipërisë. Unë sot të ftoj publikisht që ne dy së bashku të shkojmë të takojmë mikun tim fermer, që s'voton as për ty, as për ty, as për mua, se ka deklaruar. Si kamo, sepse ne takojmë qytetarë problemet. Të shkojmë të dy dhe ta takojmë. Kemi për të vajtur për të marrë. Thot problemet e vërteta të ka probleme të shumta, po të lutem se sa po thej që do ulësh në subvencionin bujqësi. Subvencioni bujqësi sot është më i lartë se sa aq. Fondet që shkojnë bujqësi sot është më i lartë se sa aq. Subvencioni nga qeveria. Po pra fondet të cilat vinë
në buxhetin e shtetit. Në buxhetin e shtetit. Në buxhetin e shtetit. Në buxhetin e shtetit, që janë subvencione jo vetëm të qeverisë shqiptare, po dhe të Bashkimit Evropian. Më të larta sa 200 milionë euro. Kjo është absurditet. Kjo është absurditet. Kandidat, lutem. Të bëj të dyve një pyetje, e cila është pyetje përbashkët, po shumë shkurtë në mënyrë tagente. Po i drejtohem zotit Fetau, të parit si i opozitës. A besoni se do të vini në pushtet me një non grata? Dhe pyetja e parazvleshme, jo, nuk është temë tjetër. Dhe ju, a besoni se do të vini dhe ju në pushtet me një jo non grata, por të cituar në raportin e Dashit, si që të 24-ës, të përpara disa ditëve, si që ishte Edi Rama, i cili akuzoi për korupcion? Po, atëherë përgjigjem unë me që në the. Sot është e qartë për të gjithë, në qoftë se s'është e qartë për ju zoti Stefa, po dhe ja po më të lajmë që sot formalisht, ndoshta jo zyrtarisht, po formalisht në ngrata e Berishës, e zotit Berisha e doktor Berishës ka rënë. Për shumë arsye, që unë nuk po zgjatem këtu, po sot dihet. Ky që ka lajm, ky se dini. Ishte një informacion tjetër në fakt. Dje kishte një informacion tjetër. Para disa ditësh ishte në raportin e Dashit. Gjithsesi. Nëse ditë kemi këtë. Po po e di mos e mbaj sekret, na i trego domosdoshmë. Sot është raporti i Dashit, raport zyrtar siç kanë ardhur për kohë me radhë, dhe kjo nuk është ndonjë gjë e re. Zhvillimet politike dhe zhvillimet zyrtare në raportet zyrtare janë dy gjëra të ndryshme, zoti Stefa. Zhvillimet politike tregojnë sot ose menaxheri i fushatës Donald Trump të vjen 2 muaj mbasi kishte në fushatën e Donald Trump. Sa dhe si është paguar ka shumë rëndësi atje, po. Sa dhe si është paguar. Raporti i Dashit nuk thot, nëse raporti i Dashit do të thoshte që Edi Rama është i korruptuar, Edi Rama për shkak të legjislacionit në fuqinë në SBA do të ishte non grata sot. Raporti i Dashit nuk thot që Edi Rama është i korruptuar, thot që është akuzuar. Nuk e dëgjojmë ne që akuzojmë gjithë ditën, akuzat gjithë ditën. Akuza nuk është akuzë penale, kjo është akuza politike. Ne sot kemi një sistem drejtësie që duhet ta ruajmë së sytë e ballit, jo si PS, si PD, si qytetar, që duam të ardhmen në Shqipërisë, sepse është e vetmja balancë. Është e vetmja balancë, ta mbaroj. Është e vetmja balancë që i ofrohet pushtetit kushdo qoftë, se unë nuk mendoj, siç mendon Partia Demokratike, që s'ka abuzues, se i kemi parë, unë mendoj që ka abuzues në çdo parti dhe ne duhet të qërojmë sistemin përmes një strukture si SPAK që vetëm PS-i e garanton dhe PD ka deklaruar që nuk e garanton me kryetarin saj non grata zyrtarisht. Bidon, te kamera atje, pse jeni ju njeriu i duhur për të fituar mandatin e deputetit dhe për të marrë votën e qarkut të Vlorës? Nuk kam pasur pushtet, nuk kam pasur, nuk jam bërë pjesë në institucione që jam drejtuar. Sot unë kërkoj votën që në 17 vitet jetësime publike kam vërtetuar se jam koherent, se jam i qartë në bindje dhe në qëndrimet e mia, se nuk i ndryshoj ato në varësi të rrethanave, dhe kërkoj votën që të jem përfaqësues. Termi përfaqësues është keq kuptuar në këtë vend, dua të jem zëri përfaqësues i qytetarëve të qarkut të Vlorës në parlament dhe jo i parlamentit në qarkun Vlorë. Njëjtë për Fetau. Po, atëherë unë besoj që e meritoj votën e vlonjatës, sepse unë jam çam, jam vlonjat, jam mësues, jam baba i 2 vajzave, lindur rritur në Vlorë, banues në Vlorë. Vajzat e mia shkojnë në shkollë në Vlorë. Nusja ime, bashkëshortja ime është angazhuar në një pozicion mjaft nderuar si mjeke kardiologe në Spitalin e Vlorës, ka shërbyer me mira vlonjatëve pa dallim. Unë për 25 vjet do kam dhënë mësim nxënësve të Vlorës, kam vendosur të jetoj këtu. Vazhdoj ta blej bukën në të njëjtën furrë ku e kam bler prej 20 vjetësh kur e ka hapur ai zotëria. Prindrit e mi jetojnë këtu, janë me fat që në këtë braktisje masive të popullsisë kanë djalin e tyre këtu dhe duhet vazhdoj të jetoj këtu. Besoj që kam gjithë të drejtën të shikojnë në sy qytetarët e Vlorës, të shikojnë në sy bashkëpatriotët e mi, dhe t'u them që modestisht do jem këtu edhe kur të zgjidhem në Parlamentin e Shqipërisë, do jem për ta, jo vetëm unë, por edhe familja ime. Faleminderit shumë, Edmund Fetau. Faleminderit
Bido. Faleminderit shumë. Dhe t'ju uroj dhe suksese kundër kandidatit se me këtë e nisëm në debat. Vinë do t'ju dëgjoj, të ju votojnë edhe Të nderuar shikues, ishim bashkë në këtë studio në zgjedhjet 2025 në Blu Televizion. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë, mirupafshim.